Përshëndetje, po takohemi sërish me lajmet e orës 9. Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara kanë nisur sulme ajrore kundër Iranit të shtunën në mëngjes, sipas ministrisë së mbrojtjes së Izraelit, Israel Katz, dhe zyrtarëve amerikanë. Presidenti i SBA Donald Trump ka postuar një video 8 minutëshe në platformën e tij të medjave sociale Truth Social, ku konfirmon se SBA-t ishin të përfshira në sulmin ndaj Iranit. Sulmet ndaj Iranit i vinë pas javësh kërcënimesh nga presidenti amerikan Donald Trump për shkak të programit bërthamor të Teheranit dhe represionit ndaj protestuesve ku janë vrarë mijëra persona. Sipas zyrtarëve amerikan për CNN, operacionet vazhdojnë, ndërsa qytetet e goditura përfshin Teheran, Isfahan, Qom, Karaj dhe Kermanshah. Jemi në javën e fundit për zgjedhjen e presidentit, ende nuk ka një emër konkret apo marrëveshje politike. Lista Guxo, e themeluar nga Vjosa Osmani, nuk ka nisur mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën e saj për mandat të dytë. Deputeti Haxhi Abdyli tha se brenda listës Guxo ka pajtueshmëri për Osmanin dhe se mbështetje ka edhe nga disa deputetë opozitës. Nga grupi parlamentar multietnik u shprehen se nuk janë kontaktuar ende, por janë të gatshëm të shqyrtojnë kandidaturën kur të procedohet në kuvend. Pas takimeve të kryeministrit Albin Kurti dhe me PDK-n dhe LDK-n nuk ka lëvizje konkrete, ndërsa opozita ka paralajmëruar mundësi për emra alternativ. Ministria e Mbrojtjes së Republikës së Kosovës ka publikuar agjendën e aktiviteteve për shënimin e epopesë së UÇK-s, e cila do të mbahet më 5, 6 dhe 7 mars në disa qytete të vendit. Në njoftim, Ministria e Mbrojtjes ka ftuar qytetarët që të marrin pjesë në aktivitetet përkujtimore dhe festive sipas kësaj agjende për të nderuar sakrificën e dëshmorëve dhe për të festuar me dinjitet vlerat e lirisë. Agjenda përmban një sër aktivitetesh, shumica e të cilave do të transmetohen drejt për drejt në radio-televizionin e Kosovës. Vazhdojmë me zhvillimet e tjera. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një opinion të përbashkët për Frankfurter Allgemeine Zeitung kanë propozuar një rrugë realiste drejt Bashkimit Evropian. Ata nuk kërkojnë antarësim të menjëhershëm, por integrim të përshpejtuar në tregun e përbashkët Evropian dhe në zonën Schengen. Dy liderët kritikojnë mungesën e zgjerimit të BE-s që nga viti 2013 dhe theksojnë rëndësinë gjeopolitike të Ballkanit Perëndimor. Sipas tyre, kjo qasje do të sillte përfitime konkrete për qytetarët pa ndryshuar balancat institucionale të BE-s. Një seri aksionesh nga Prokuroria Speciale e Kosovës dhe Policia e Kosovës kanë goditur rrjete të dyshuara të spionazhit në shërbim të Agjencia e Inteligjencës dhe Sigurisë së Serbisë. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2025 janë arrestuar 4 persona dhe janë ngritur 4 akt akuza ndaj 5 të dyshuarve, ndërsa në dhjetor edhe një akt akuz tjetër për spionazh. Në gjykim janë rastet e Bedri Shabanit e Muharrem Qerimit, ndërsa në paraburgim ndodhet edhe Fatmir Sheholli. Në qershor të vitit e kaluar, gjykata themelore e Prishtinës dënoi me 5 vjet burg për spionazh shtetasin kosovar Aleksandar Vlaiçin pas pranimit të fajësisë. Rreth 1 milion euro mallra të dyshuara si të falsifikuara janë sekuestruar nga dogana e Kosovës pas hetimit ndaj një kompanie fiktive mallra nga Zvicra. Sipas autoriteteve, përmes rrjeteve sociale shiteshin atletet të markave të njohura si Adidas, Nike dhe New Balance. Gjatë kontrollit në depon në Ahevali u gjet një sasi e madhe mallrash me vlerë fillestare dhe rreth 1 milion euro. Përfaqësuesi pranoi se nuk ishte kompani të regjistruar dhe se produktet ishin të falsifikuara. Rasti është proceduar për trajtim të matutjeshëm ligjor. Ndërsa produkte ushqimore për fëmijë dhe të rritur me substanca të rrezikshme janë tërhequr nga tregu kosovar. Sipas Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, janë asgjësuar disa lloje të mishrave dhe biskota, por edhe janë ndaluar mbi 21.000 kg koncentrat për pije nga Holanda. IKSHPK raporton mbi 100 raste helmimesh ushqimore vitin e kaluar
nga produkte të pasigurta për shëndetin, qoftë për shkak të toksinave që përmbajnë, afatit të skaduar apo arsye të tjera. Më të prekshmit janë grup moshat 10 deri në 39 vjeç. Do që të lajmet e orës 9 në RTK, faleminderit për vëmendjen tuaj, mirë takofshi.